Mësimdhënës dhe të dashur nxënës. Jemi mbledhur sot për të këmbëtuar një ditë të veçantë për shkollën tonë, të kremtojmë përvjetorin e 78 të saj. Edhe ky përvjetor, sikurse edhe të tjerët më parë, shkollën tonë e gjen në kushte më të mira pune dhe me një staf të kualifikuar të mësimdhënësve dhe me një numër të madh nxënësish. Për fillim, ftojmë drejtoreshën e shkollës sonë, zonja Dritë Zora i Shamilje, për një fjalë përshëndetje dhe urime. Të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të Kolegjit Universitar, të nderuar prindër, të nderuar mësimdhënës dhe nxënës, mirë se keni ardhur në panairin e shkollës, që tani më është bërë tradicional për ditën e shkollës. Shkolla mesme lartë e mjekësisë Dr. Gjeladin Leda nuk është thjesht një institucion arsimor, është një lëvizje, një forcë transformuese që ka ndryshuar dhe vazhdon të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si mësojmë, si krijojmë dhe si ndërtojmë të ardhmen. Nga ditët e para, sfidat nuk kanë hukuar, por as gëzimi për ditë e kaluara. Qëllimi ka qenë që nga fillimi të krijojmë një sistem arsimor profesional të lidhur me botën, i cili ofron të rinjve tanë mundësinë të konkurojnë në çdo treg global për mbrojtjen e shëndetit. Shkolla jonë është një hapësirë ku idetë bëhen realitet, ku projektet inovative shndërrohen në praktika profesionale. Këtë do ta vërtetojmë edhe gjatë prezantimit të këtyre vlerave nga një pjesë nxënëse që do t'i shihni gjatë panairit të organizuar nga shkolla. Edhe pse kjo shkollë ka një histori të begatshme, nuk folim për të kaluarën e saj kësaj radhe. E ardhmja është plot mundësi dhe ne do të vazhdojmë të rregullojmë edhe me mirë kabinetet, laboratorët në mënyrë që të kemi mësimdhënës dhe nxënës më cilësor për gjeneratat të cilat i përgatisin për tregun e punës. Përveç aktiviteteve të fushave profesionale, ne çdo herë mbajmë të gjallë kujtesën historike të popullit tonë që me gjakun e tyre shkruan historinë për këtë liri që po e gëzojmë sot. Prandaj ju do të shihni edhe ekspozitën me portrete të punuara nga nxënësit për familjen Jashari. Sot më shumë se kur, shkolla jonë është krenaria e qytetit dhe një burim shpresë për gjeneratat e ardhshme, sepse suksesi ynë është suksesi i nxënësve tanë, i profesorëve tanë dhe i të gjithë atyre që besojnë në fuqinë e dijes për të ndryshuar vendin. Andaj nxënës dhe mësimdhënës të nderuar, ju urojmë ditën e shkollës, ku para 78 viteve parë u vënë themelët të shkollës së mjekësisë dhe mbretëm deri këtu pas shumë peripetish, sfidave dhe peripetive të kohës. Ju falenderoj, urime dita e shkollës. Falenderojmë drejtoreshën. Historia e arsimit tonë është një histori përpjekjesh e një populli të vogël në numër, por të madh në botën e tij shpirtërore për të qenë i lirë dhe i pavarur. Arsimi dhe edukimi në Kosovë, shekuj e dekada, ishte në gjendje mjaft të vështirë. Mungon të kuadri në të gjitha lëmit, lokali shkollor, mjetës shkollore e të tjera, e veçanërisht në lëmin e shëndetësisë. Prandaj kjo nevojë e hapjes së një shkolle në lëmin e shëndetësisë po ndihej kudo në trojet e Kosovës, e gjithashtu në regionin e Mitrovicës me rrethim. Kjo ndodhe pikërisht me 15 shtator
1927 me hapjen e një paralelije me 32 nxënës, dhe atë në gjuhën serbe-kroate. Dhe është quajtur Shkolla Shtetërore për Infermier vitet 1927-1929. Shkolla jonë për vjetorin e saj e feston me 18 mars dhe sot ajo po feston për vjetorin e 78 të saj. Nxënësit tonë, bashkë me mësimdhënësit e tyre, si për herë në çdo përvjetor, tradicionalisht edhe kësaj here ka përgatitur panairin e shkollës, përmes të cilit mund të njiheni me punën e vazhdueshme të nxënësve tonë për profile shëndetësore në aspektin teorik e praktik. Andaj për ta njohur më së afërmi zëtësinë dhe shkatësinë e tyre në aspektin profesional mjekësor, ju ftoj ta vizitoni këtë panair në të cilin do të hapim me një poezi titulluar Mësoni gjuhën e vet nga Josef Bager, interpretuar nga Anisa Nedije dhe një bolle me motive shaliane dhe suit malësie e shkrirë në një bolle të vetme përgatitur nga nxënësit tonë. Uroj të ju lëm bresa të mira puna e tyre. Ju faleminderit për praninë tuaj dhe ju uroj të Mësoni gjuhën ju që keni, se ne ku e mirë në mbrinë, me mësim gjithë të mirat i bene, prandaj nërsi mos vene. Mbroj vetin dhe mëso gjuhën, për para një ditunia, mos ju verbojnë kush me pjohën, prej atyre qkan s'kolia.
Thank you.